Çfarë mendimi ke për burrat e martuar që shkojnë fitness ku ka edhe femra? I njëjti mendim që do ta them vlen si për këta burra, si për ato femna. Qofshin këta burra të martuar apo pa martuar, s'ka lidhje, bile pa martuar ala ma keq. Themi kjo është sprov. Sprov ata janë të e sprovu veten. Janë të i bën vetes në fitness fitne. Fitness sprov. Unë këshilloj që mos me shku. Nëse veç është e përzime me shkuj edhe femra, atëherë me u mundu ky besimtari musliman me shku gjatë një kohë ku parimisht nuk ka femna, apo është kohë kur nuk shkojnë femrat. Ata që dhe më thonë konfrontojnë këto fitnese e din ma mirë, dhe më thonë në çfarë orari zakonisht nuk ka femna. Ka fitnese, kemi shku edhe na ku s'ka pas të tilla, edhe nëse ndodh që me ardhë në fitneset të mëdha një, atër ka vende ku mund të më largu besimtare dhe mos me qenë afër tyre. Po tham, me zgjedh një fitnes mas pari ku s'ka fare, por nëse ka femra, edhe s'ka fitnese tjera ku s'ka femra, atër le të mundohet të shkojnë në një kohë kur vetëm aja është me pa gjinin e kundërt. E nëse rasisht vjen dikush, le të mundohet më u largu maksimum. Kjo është sprove këtij zamani. Sprove këtij zamani. Sidomos për femrat, sidomos për burrat e atyre femnave, për baballarët, për vëllezërit e atyre femnave. Kjo është sprov. Allahu na përmirësoft.